Personat që pinë uthull molle duhet urgjent ta dëgjojnë këtë lajm. Do ngeleni pa fjalë. Uthulla e mollës është një uthull e prodhuar nga mollët e grimcuara të fermentuara, sheqeri dhe majaja. Është gjithashtu një përbërës kryesor për turshit, marinimet, salsat dhe sallatat të ndryshme, dhe shumë pjata të tjera të shijshme. Por uthulla e mollës vjen edhe me ndihmën si një recetë shtëpiake për një sër problemesh, duke përfshirë këtu parandalimin e problemeve siç mund të jenë edhe ato të mikrobeve dhe për të luftuar kështu komplikacionet e tyre. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ndaj, sigurimi një diete të tillë me përdorimin e uthullës së mollës mund të luajë një rol fantastik në menaxhimin e të komplikacioneve të organizmit. Sipas ekspertëve të Healthline, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga përdorimi i uthullës së mollës. Ajo është e pasur me element të shëndetshëm për mbrojtjen e organizmit dhe jo vetëm. Përbërësi kryesor aktiv i uthullës së mollës është acidi acetik që i jep asaj një aromë të fuqishme. Studimet nxjerrin në pas se ky acid është përgjegjës për përfitimet e saj shëndetësore pasi përmban 5 deri në 6% acid acetik. Uthulla e mollës gjithashtu është një produkt fantastik që mund të largojë edhe problemin e bakterieve të dëmshme në organizëm. Uthulla e mollës mund të ndihmojë në vrasjen e patogjenëve dhe disa llojeve të ndryshme të bakterieve gjithashtu, duke u kthyer në një element të domosdoshëm ushqyes në dobi të shëndetit. Ajo vepron gjithashtu si një ruajtëse më e mirë e ushqimeve pasi mund të tregojë se ndalon edhe bakteriet e Escherichia që të rriten dhe të prishin ushqimin. Përdorime të tilla të uthullës së mollës mund të ndihmojnë gjithashtu në parandalimin e komplikacioneve dhe të përmirësojnë gjithashtu edhe ushqyerjen tuaj. Uthulla e mollës do të jetë një menaxhuese më e mirë e luhatjeve të pakontrolluara të sheqerit në trup. Uthulla e mollës mund të bëjë mrekullin tek njerëzit të cilët do vuajnë nga diabeti tipi 2, i cili karakterizohet gjithashtu nga nivelet të larta të sheqerit të shkaktuar nga rezistenca ndaj insulinës dhe paaftësia për të prodhuar insulinë. Edhe një provë klinike e vitit 2019 rekomandoi konsumin e uthullës së mollës, që ka efekte të dobishme në indeksin e glicemisë si dhe në stresin oksidativ të individët me diabet dhe disiplinim më të mirë. Për më tepër, një rishikim tjetër i provuar klinik në vitin 2021 zbuloi se konsumi i uthullës së mollës është i dobishëm edhe për statusin e glicemisë të rriturit. Uthulla e mollës është një përbërje fantastike që mund t'jap rezultate të mira edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Ulëntimet kanë treguar se uthulla mund të rrisë ndjesinë e ngopjes dhe përfundimisht mund të bëjë që dikush të hajë më pak kalori dhe të humbas më shumë në peshë. Sipas një rishikimi, ata që morën uthull molle në një vakt që përfshinte ushqime të pasura tregoi se pas ngrënies patën një reduktim të madh të kalorive, dhe shtimi i uthullës së mollës në përditshmërinë e dietave tuaja do të përkthehet në një element të mirë ushqyes menaxhues në betejën kundër këtyre komplikacioneve dhe rritjen e rezistencës së mirë të organizmit. Uthulla e mollës është një produkt fantastik me shumë vlera në dobi të shëndetit, dhe e përdorur në këtë mënyrë ajo mund të ofrojë një nxitje më të mirë të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Uthulla e mollës do të përmirësojë edhe shëndetin kardiak. Problemet e zemrës janë një nga shkaqet kryesore të humbjes së jetës, të cilat mund të reduktohen edhe me konsumin e duhur të uthullës së mollës. Uthulla e mollës mund të ndihmojë në uljen e niveleve të kolesterolit total, triglicerideve, lipoproteinave me dëndësi të ulët dhe lipoproteinave me dëndësi të lartë, sipas një vlerësimi dhe ulëntimi të vitit 2020. Uthulla e mollës mund të përmirësojë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të lëkurës. Një përdorim të veçantë ka kjo pije edhe në shëndetin tuaj të lëkurës, duke parandaluar kështu komplikacionet që i kanosin asaj. Përdorime të tilla mund të jenë fantastike. Uthulla e mollës mund të përdoret si një trajtim tipik për problemet e lëkurës siç janë ekzemat, lëkura e thatë dhe të tjera. Lëkura ka një aciditet të lehtë nga natyra, megjithatë ato mund të jenë pak acide për njerëzit që kanë edhe ekzema. Aplikimi i uthullës së mollës të holluar mund të ndihmojë në rivendosjen e ekuilibrave të pahashit të lëkurës dhe të forcojë barrierat që e mbrojnë atë.
Për më tepër, vetit pastruese alkaline dhe sapunrat mund të përkeqësojnë ekzema dhe të shkaktojnë shpërthime, që gjithashtu mund të neutralizohen nga vetit e uthullës së mollës. Uthulla e mollës është një produkt fantastik ushqyes në dobi të shëndetit, duke lehtësuar komplikacione dhe duke rritur kështu rezistencën më të mirë të shëndetit tuaj. Uthulla e mollës është një produkt i veçantë që mund t'jap përfitime të mira në shëndet. Njerëzit e kanë përdorur atë ndër shekuj me radhë edhe për gatime gjithashtu edhe në mjeksi. Shumë njerëz pretendojnë se ajo mund të lehtësojë një gamë të gjerë të komplikacionesh edhe ankesave ditore. Uthulla e mollës ka veti të mira të shëndetshme për shkak të efekteve të saj antimikrobike dhe antioksiduese. Por më tepër prova tregojnë se mund të ofrojë përfitime të larta shëndetësore të tilla siç mund të jenë humbja e peshës, ulja e niveleve të kolesterolit, niveli i sheqerit dhe përmirësimi i organizmit tuaj. Sidomos, ekspertët tregojnë se duhet të përdoret gjithmonë edhe në rekomandimin e ekspertit në mënyrë që të merrni përfitimet e duhura dhe të parandaloni komplikacionet e saj. Uthulla e mollës është një produkt i lartë, gjithashtu edhe me substanca të shëndetshme. Uthulla e mollës bëhet duke fermentuar sheqerin nga molla. Kjo i kthen ato në acid acetik, i cili është një përbërës kryesor aktiv te uthulla që mund të jetë përgjegjës për përfitimet e tij shëndetësore, citon Healthline. Ajo mund të ndihmojë gjithashtu edhe në shkatrimin e bakterieve të ndryshme të dëmshme, të cilat mund të shfaqen në organizmin tuaj. Përdorime të tilla të uthullës së mollës mund të luajë një rol të mirë në parandalimin e krijimit të bakterieve në organizëm dhe rritjen e rezistencës së shëndetit tuaj. Ekspertët thonë se shtimi i uthullës së mollës në rutinën tuaj ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë ushqyese në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të saj. Uthulla e mollës është një provë shumë e mirë ushqyese që mund të ndihmojë ndjeshëm në menaxhimin e luhatjeve të sheqerit në trup. Uthulla e mollës është premtuar ndjeshëm se përmirëson luhatjet e sheqerit duke ndihmuar në stabilitet më të mirë të saj. Për sa kohë përdoret me kujdes dhe në formën e saj natyrale, uthulla e mollës do të përkthehej në një produkt fantastik ushqyes në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ekspertët shtojnë se përdorime të tilla të uthullës së mollës do të përkthehen në një mburojë mjaft të mirë për njerëzit të cilët kanë luhatje të pakontrolluara të niveleve të sheqerit në trupin e tyre. Uthulla e mollës është një pije që mund të japë përfitime fantastike në humbjen e kilogramëve të tepërt dhe jo vetëm. Studimet tregojnë se përdorimi i uthullës së mollës mund të nxjisë ndjenjën e humbjes së kilogramëve, sepse do ju bëjë që të konsumoni më pak kalori gjatë ditës. Kjo është një mënyrë efektive për të reduktuar kilogramat e tepërt dhe për të sjellë gjithashtu rezistencë më të mirë të organizmit. Uthulla e mollës mund të ndihmojë në humbjen e kilogramëve dhe gjithashtu në përmirësimin më të mirë të shëndetit tuaj të lëkurës. Uthulla e mollës është e pasur me natyrë acide që ka veti të mira antimikrobike dhe të parandalojë gjithashtu edhe komplikacionet e lëkurës. Kjo do të thotë se ajo mund të ndihmojë në përmirësimin e barrierës së lëkurës, në parandalimin e infeksioneve dhe krijimin e komplikacioneve të tyre. Përdorimet të tilla të uthullës së mollës do të bëjnë një faktor të mirë shëndetësor në mbrojtjen e shëndetit dhe jo vetëm. Përdorimet të uthullës së mollës mund të jenë gjithashtu mjaft të rëndësishme në përditshmërinë tuaj. Uthullës janë thurur shumë lavde nga shumë ekspert, madje edhe vetë babai i mjekësisë Hipokrati e njohu atë si ari i lëngshëm. Në ditët e sotme uthulla e mollës gjendet në varietete të ndryshme, duke fituar atë të filtruar dhe të papasterizuar. Uthulla e mollës mund të ofrojë përfitime të qëndrueshme në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ndaj vlera dhe përfitimet e saj në dobi të shëndetit do të jenë gjithashtu nga më të fuqishmet. Uthulla e mollës e përdorur me kujdes në rutinën tuaj ditore mund të përkthehet si një mburojë fantastike ushqyese në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve tuaja. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet
ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do e informohen dhe miqtë e tu.